Se erdhe Delvin, shje, a mujte, a je mirë? Mirë. Si koha? Si koha si njerëz. Po. Prej të zot me të mira tuja. Delvin këtu e për ty, se na jemi këtë live, të më veprojmë. Po direkt jemi live, shtarti. Jemi live. Jemi live. 103.3. Delvin, une... Fjate? Po, une të prezentova pak, s'ka mujta. Okej. Delvina për ndryshe edhe një herë, për ju që nuk e dëgjut, është pedagoge dhe është inicuese e qasaj lloj botanikës, që realisht nuk fola shumë sepse edhe nuk di, po kam qef prej teje. Mirë se erdhe Delvin. Iniciativa na është duk shumë interesante, që në fillim, kështu që jemi shumë kurioz dytë me mësu sa ma shumë. Po, faleminderit për ftesën, për hapësirën që më informua edhe njerëzit tjerë, edhe me shpërnda këtë par ideje që përndaj që kam i kontribu mirë. Po. Gjithëve në fushën e arsimit, mbi gjitha fëmijëve. Po. Mas për që shpëndihesh në studion tonë, se na jemi që pak si të halakat, që thojnë, jemi pak si live, pak si... Ndërveprojmë me qytetarët. Që do më thonë, kemi këtu kalimtar të rrugës që nalën, na japin dorën, na bin na i kafe, na i herë, na i kush, do më thonë, që shpëndihesh? Kjo pi bën ma të mirën, se pi bën një mjedis shumë mikpritës. Po. Të dina shumë mirë, edhe këtu kemi natyrë, edhe ju jeni me një farë lomshit të organizum, po që pi bën më një shumë rehatshëm. Faleminderit shumë Delvin që pranove më ardhë dhe që e hupe nashta kohën e vlefshme. As pak. Unë i kom që disa fotografi që bashkë më intereson, për shembull, duke fillu prej kësaj, atje në dalje, është kjo, po hapësina shumë e madhe, edhe për ato më hupi pak, okay. Më hupi pak topi. Tash duhet me shpjegu. Po. Unë qysh më atje kom pas gjithmonë si andër mi bo një ndryshim në fushën e edukimit që me e integru të mësuari në natyrë, sa ma shumë në shkollat, në institucione, të janis prej fëmijërisë së hershme. Po. Kjo ka qenë një dëshirë e kamashme. Kohë të fundit kesh me një intervistë në ATV e Jona Tok, për dashurinë ndaj natyrës që kam unë si individ, edhe aty e shfrytëzova mundësinë, pse jo, më thanë shka kemi mundësi me ndihmu për ju, thash për mu personalisht jo, se unë e kom siguru kopshtin tim e kultivoj vazhdimisht, po shka me bo, muj me bo diçka për fëmijët. Edhe shiqum për sponsor. Edhe këtu jemi në një serë që ka dhuru donacion, do thotë kjo nuk është sera që është bon kopsht, po na ka hap dyert edhe ka thonë që ju keni mundësi me marrë atë sa keni nevojë. Me marrë rasadin. Po. Që kemi edhe atje ndalje me siguri që ashtu. Çka kemi bo, kemi jom drejtu kopshtit Ganimetet Tërbeshi, ku tash ushtrusja detyrës Hana, i ka hap dyert edhe ka përqafu këtë qasjes, edhe kjo ka qenë shumë rëndësishme nëse don me bashkëpunu në këtë drejtim. Edukatorët kanë qenë shumë të hapura edhe kanë prit shumë mirë nismen. Kemi marrë fidane për 9 kopshtet edhe kanë fillu mbjellja kopshteve të përimeve në 9 qendrat e kopshtet Ganimetet Tërbeshi. Çfarë fidane? Këtu e kemi bo përgjedhjen kryesisht të fidanive që përimeve që rriten pak ma lehtë, po, janë sezonale, janë speca, janë domate, janë brokoli, po kryesisht janë që unë i komendu, më thënë shka fëmijët mujnë me u kujdes për to, se ideja është që fëmijët me qenë të involvun drejt për drejt në rritjen, mbjelljen, dhe më thënë deri sa të arrin me e shiju frutat edhe me ngronë sallatën. Si u prit për ty në fillim? Edhe mbi gjitha, që po më intereson me ditë, po, a kish në fëmijë eksperiencë para prake, sa i përket kopshtarisë? Nuk është që fëmijët janë shumë të integruar në kultivimin e kopshteve, i njohin sepse i kultivojnë, dhe më thonë ta janë fëmijë 5-6 vjeçar, 3-4 vjeçar, që i njohin si shka është një domate, një specë kështu, po eksperiencën me rrit, me zhvillu kështu nuk e kam pas më herët, po edhe janë gjithë shumë entuziazmuar në këtë proces. Domethënë po e dashurojnë nga të... Po, e shkash ma bukra dhe edukatorët bashkë me to edhe janë, se pa kom pas frikë. Okej, unë jam bashkëpunëtore jashtme. Unë nuk jam që punoj me një institucion, unë punoj me shumë organizata të ndryshme. Edhe kjo ka qenë, si më thoni, dëshirë imja, kom dash me sjell aty,
po mandem ka frika sa kanë me ditë një kujdes për ato fidojnë, mas e kom menu se ato është një dashuri e madhe për me i rrit, me i zhvillu. Dhe mandej kom najtë në shpillë kom tonë ku a thu që shko me shku këtë proces. Po kur kom shku dhe kom patë, sa bukur e kanë prit edhe sa mirë janë të i trajtu, edukatorët edhe fëmijët, jam shumë e lumtur dhe e shfrytëzoj hapësirën me i falendëru se cilën që... Kopsi, është serë apo është në qelë të hapur? Jo, është në qelë të hapur. Në qelë të hapur, Bashkë po më intereson edhe për pas fëmijëve që kanë pritë shumë mirë edhe që ju ka duk diçka interesant, prindrit e fëmijëve, që shë pritën, se di që aty çdo ditë shkojnë me i marrë, me i qu fëmijët. A thanë, a përdoni me nga bo fëmijët agronoma, që përdoni me nga bo? A di që është problemi me prind, se unë punoj kryesisht me mësimdhënës, edukator për çështjet e edukimit. Edhe gjithmonë ajo që ka marrë mbas është që e ka një farë tendencë me thonë që prind nuk e mirëpresin, ose prind janë skeptik, ose prind janë pengesë, ndonjëherë dhe janë. Po unë besoj shumë në ato që kur ne di me transmetu mirë pse është e dobishme për fëmijët, prind çdo që është ajo kanë me e mirëprit, sepse epicendri çdo prindit është fëmia. Nëse një iniciative e nisemi me paragjykim, atëherë shoqënia ngelet vend numëron, nuk ka më pas kur zhvillim. Delvina, ju si pedagoge e keni një qasje ndaj pedagogjisë holistike, apo? Po. Pse pikrisht e keni zgjedhat edukimin përmes praktikës edhe përvojës e njerë? Për shkak se personalisht e konsideroj si rrugën më të mirë të mundshme për me arrit me e mësu një koncept. Zhvillimi holistik është zhvillimi i përgjithshëm, do të thonë që i prek gjitha fushat, edhe ato kognitive, edhe ato emocionale, edhe ato zhvillimin fizik. E mira është që në përshkollat, më thonë, me integru këto gjitha për me arrit me mësu një koncept vërtet. Na në përshkolla sot jemi të pas të mësuarit për teste, edhe për një notë përfundimtare. Po më jashtru pyetjen si formal vetëm. Po. Nëse ata mësojnë për çepizojmë tash jemi të bimt. Faleminderit. Jemi të bimt edhe fëmijët kanë me mësu në librin, atje kanë me pa imazhet e bimës, si rritet, fazat, po ajo është vetëm një informacion. Në zhvillimin holistik, fëmija përfshihet, ulet me gjunjë dhe bën mbjelljen, njihet me faren, procesin e pritjes, rritjes e zhvillimit të farës, dhe më thonë ajo zhvillon e besimin e të ardhmen, e zhvillon zhvillimin e mendimin kritik. Ka shumë, dhe më thonë, zhvillime ku fëmija me të vërtet, ai kur del ta shpizojmë e kemi... E ndin vetën të rëndësishme në proces. Ajo është i përfshin, ajo asnjëherë s'ka me harru si proces. Më thonë, nuk është veç një mësim i mësuar nga një qasje, po është në gjitha qasjet e integrume, ku fëmijët edhe socializohen gjatë mbjelljes me të tjerë. Më thonë, të gjitha llojet e zhvillimit janë të integrume në një. Kjo s'duhet me ndodh vetëm në fëmijërinë e hershme, kjo duhet me ndodh në gjitha nivelet, se unë besoj që çdo gjë që zhvillohet brenda klasës, krejt lehtësisht zhvillohet jashtë klasës. Po fëmijët duhen me prek me pa që është nuk është diçka e pakapshme që edhe mësuesja me fol natyrshëm me fëmin. Jo. Nuk do të më fol veç si raport. Unë për vete i qëndroj, jam fan si madhe i kësaj qasje kundrejt të mësuarit, dhe të më ka shërbyer edhe mu personalisht shumë në jetë kur e kom ndërlidh praktiken me edukimin. Edhe jo rastisht kom zgjedh aktrimin si profesion, sepse është pikërisht ajo. Po tashti pyetja ime për ju si pedagog është që si qëndron Kosova me platformën e saj edukuese të shkollave, edhe me plan programet që shkollat kanë. A praktikohet, a ka mundësi të futet edhe në kurrikul për shembull shkollore? Faktikisht janë të bërë shumë reforma, na jemi në një fazë që bukur shumë zgjati tranzicioni, po gjatë këtij tranzicioni kemi pas reforma të vazhdueshme. Tash jo me përfshirë edhe në kurrikulin e re, që është po një kurrikul pilot projekt, tash është miratu, edhe është një kurrikul fantastike që ka filluar prej vegzës së parë, do të thonë është edukimi i fëmijërisë së hershme, ku në mënyrë të mrekullueshme është integruar të mësuarit nëpërmjet eksperiencave të drejtë për drejta. Kjo është një nisëm fantastike, jemi të shku drejt hapave të mbar. Kemi pengesa, nuk muj me thonë tash se a di qysh pedagogi është një ekspert që e bën vlerësimin e qasjeve edukative, shpesh herë ka tendencë mu paragjyku si, idetë e juja janë super
të larta ose jo të realizueshme ose kështu, po ne jemi aty për mi tregu që këto janë të mundshme. Edhe buhen. Kemi pengesa në infrastrukturë, po ndryshimet mira janë të ndodhur. Veç vjen kreativitet, edhe unë mendoj që vjen që mësimdhënësi fillimisht me e dash profesionin që është të praktiku, e ku jemi te natyra duhet me e dash fillimisht vetë natyrën për me e përcjell ato të fëmijët, për ndryshe del diçka artificiale që nuk mundet me shty me zër. Edhe kjo vlen për çdo njeri. Çdo njeri. Mu bashkë më intereson që po thu kemi has pengesa në individ, në njerëz apo në platformat apo kurrikulat e kalume, pengesat, sepse unë e kuptoj që ndrimi i gjeneratave apo konflikti i gjeneratave ndodh, por duhet ta dinë për shembull edhe mësimdhënësit më të vjetër që janë që kjo ndikon direkt në zhvillimin edhe edukimin e fëmijëve, edhe në përzgjedhjen e tyre në të ardhmen e tyre. Bashkë më intereson cilat janë arsyet e tyre, arsyetimet që japin për me pas pengesa në këtë sistem. Po, që për shembull, pengesat, kur na flasim për konkretizimin, për nxjerrjen e fëmijëve jashtë sa më shumë, për me mësu nga eksperiencat e drejtë për drejta, del pengesë infrastruktura, jo s'kemi obor të përshtatshëm, jo dheu këtu nuk është i punueshëm. Ka shumë arsye, domethënë gjithmonë ka shumë arsye, ose për shembull kemi pengesa me nxjerr fëmijët jashtë se fëmijët atje na çakordohen. E natyra ka efektin tjetër, të kundërt. Mi akordu. Po unë nuk i fajsoj, për shkak se ata po dorëzohen në fazat fillestare. Në fazat fillestare çdo ndryshim është është sfiduese. Po gradualisht natyra edhe fëmijët mësohen me natyrën, sepse fëmijët janë të qëndru fillojnë me dasht, fillojnë me prish fidanin. Një fëmijë është të qëndru në shtëpi në teknologji dhe nga teknologjia vjen në institucion, se prindi e sjell me makinë institucion. Prindi kur kryen punën vjen e merr fëmin prapë me makinë, edhe prapë e sjell në shtëpi. Ku është kontakti me natyrën? As nuk ka mo kalamaj që rrin rrugëve dhe lujnë në plazh. E me drejtat e fëmijëve, domethënë ndërkombëtare është e drejtë e pamohshme, domethënë që na duhet më jap hapësirën për të qenë në kontakt me natyrën. E ku i kemi këta fëmijë normal që nuk din as mos sjell natyrë. Po veç duhet me pas pak. Sjellën egër mandej, nuk kanë dashni për natyrën. Ajo. Veç duhet me pas pak durim që mësimdhënës me praktiku dhe me bë diçka të vazhdueshme derisa ata të mësohen me e dash. Edhe me ditë mos sjell. Po prapë, unë po mendoj se gjitha çto pengesa prapë është faktori njeri që ja qet vetit çto pengesa. Jo çse çajo një guri që aty është një pemë, domethënë prej frikës nashta që mos po nihet mandej parancishëm me kurrikulën e cila po mësu dhe unë në shkollë dhe mësojnë edhe fëmijët tonë tash njëjtën, nashta prej frikës që mos po mesin kam dyshimet e mia, nashta për çato, po. Është e vërtetë se edhe kjo një sfidë sepse kanë shumë edhe obligime administrative, kurrikula ka dokumentet e saj që duhen të plotësu, edhe që provojnë me qëndru, domethënë ose stresohen shumë të lidh apo mujmë i mërri. Po shka për na ndodhen këto pi hupim gjonat e vlefshme të fëmijët që mujmë ndiku. E mendoj që një profesionalist në edukim, kur një mirë profesionin edhe kurrikulen, unë mendoj që me lehtësi mundet me e integru, me thonë edhe me e zgjeru në format e duhura. Sikurse çdo punë që bëhet me lehtësi bëhet gjithmonë më mirë. Çdo gjë që realizohet në klasë realizohet edhe jashtë klasës. Nëse e ki objektivat që kimi arrit gjatë ditës, nëse e ki planin mësimor, aq shumë mirë mundet me pak kreativitet nga mësimdhënësi mu realizu edhe mu praktiku, mu prek motin nëse janë të mësuar me dojnë me po jashtë ndryshimet natyrë, insektet. Gjithmonë sa më shumë që dojmë rrit shoqëninë, unë ju flas edhe organizatave për mbrojtjet e mjedisit, kur ju kërkoj fondo ose diçka të tillë. Nëse provoni me këta të rriturit me harxhu shumë fonde. Investoni tek të vegjëlit, sepse aty lind dashuria dhe aty mund me integru mas mirtit. Kur fillojnë ata me dash natyrën aty, masni shkon shumë më lehtë. Fiks. Delvina, sa i përket këtyre programeve, unë e di që sidomos popujt nordik i praktikojnë mjaftueshëm. Ju a keni një orientim për nga inspiroheni, frymëzoni ose referoheni për ndërtimin e programeve të tilla? Duhet me cek se pikërisht në Suedi jam frymëzu shumë, po edhe para saj do të thënë me ato shka kom pa dhe kom hulumtu. Ka shumë kohë që punojnë këtë çështje dhe kom bëu hulumtime dhe kom marrë sa edukatorët e shfrytëzojnë hapësirën
për të mësuar, edhe rezultatet kanë qenë që një pjesë dërmuese e shfrytëzojnë vetëm për me nxjerr fëmijët për kohë të lirë. Jo me integru, me përpunu fëmija me natyrën, me ndërvepru. Në shtetet nordike janë praktika që fëmijët ndërveprojnë, kur shkojnë në borët atje të institucioneve i shet që fëmijët kanë ndërvepru me gjitha materialet, kanë mësu jashtë. Po njerëz që ndalë vetëm me lujt në ato lodra që janë çet. Ata kanë praktika shumë të mira, na duhet me shumë me marrë për modeleve tëne, po funksionojnë si shtet, po mendoj që edhe na duhet me bëu ndryshime. Po jam kurioz me ditë nëse ke informacion, domethënë sigurisht tek fëmijët nordik, tek fëmijët suedezë në këtë rast. Sa ka ndiku kjo në nivelin akademik kur kanë dalë pastaj në studime në përlamit përkatëse profesionale? Ku qëndrojnë me rezultatet janë mbreslënse, sepse aty fëmijët në këtë lloj qasje edukative kur jemi në natyrën, ata mësojnë mënyrat e të gjeturit në jetë. Na sado që jemi të arrit në aspektin intelektual, kognitiv, jemi të mas me praktiku në jetë, me thelbin, me prejt. Kjo na ka kushtu edhe të rezultatet e PISA-s, se s'është që kemi, ne kemi fëmijë shumë me rezultatet në alta, mësojmë si popull jemi dëgjut. Po kur përvje puna te pjesa praktike, përqalojmë. Po, tapatok pak, tapatok. Në shtetet tjera, kjo ka jap rezultate shumë të mira, do të thonë kur këta fëmijë janë rritë dhe kanë shku në universitet, ose në jetën, ose edhe në punë praktike. Delvin, po më intereson, ide shumë e mirë, po thotë Xhelal Katona, ide shumë e mirë, respekt pedagogik, inshallah me ndihmën e Zotit ju plotësohet dëshira, respekt, ide shumë e mirë. Faleminderit shumë Xhelal. Po më intereson Delvin për shkak të po kthehemi pakës te kupshti, te natë botanika, te kjo sera interesante, për faktin që ka shumë fruta, ka shumë perime, çushi për zgjodhet, cilat kanë idetë që i përzgjedhet për shembull ato fruta të mrena, sepse dim që ka me qindra me mija me sigurisht jo manafera. Spektri është shumë i gjanë. Shumë spektri i gjanë. Po na, si thash edhe më herë, kemi zgjedh vetëm gjanat të cilat janë më të lehta me kultivu fëmijët, se ideja është që fëmijët me u kujdes. Po. Edhe në këtë formë kemi shku. Po qëllimet janë që me shku të zgjeru. Tash ideja radhës është qysh në përkopshte, në vend se imi mësu me pa vetëm pisha, pse jo unë po kam shumë dëshirë me çu pemë frutore. Që qëllimi radhës është me cilë pemë frutore në përkopshte. Unë sugjeroj fikun me që ka fillu me u pjekë dhe me boj mirë në gjako viteve të fundit. Ka dhe shumë fruta tjera dhe ka dhe perimet cilat në feminin tonë nuk kanë ekzistu hiç. Bile të keni shokjemi për para, të ke kur dilshim pazar, pas ligjona kastraveca. Tash lista din monjeri moshka me po. Edhe një gjatë tjetër du me cek, se në kretë këtë nisëm kemi fillu me shti shumë elemente cilat kanë me diku dashurisë për natyrën edhe ripërdorimit. Jemi tu në kopshtin nga nimetet tërbeshë, është të ndodhë një nisëm shumë e mirë për ripërdorimin e materialeve. Sidomos ato organike besoj? Edhe materialet të thjesht mbetjet e kartonat, do të thonë jemi tu i përdor në mjete edukative. Është shumë një nisëm e mirë. Riciklimi i mbrojtje e mjedisit, edhe janë tu i kthy në mjetet e punës, janë tu praktiku. Tjetra jemi tu bo ripërdorimin e mbetjeve ushqimore, që është shumë e bukur. Fëmijët janë të eduku, tash qysh të vegjël që lëvoshgat e vezës mojnë mirujt, ato kanë shumë vitamina, dhe janë të i përpunu, dhe janë të i vendosë në kopshtin me perime, edhe janë të bo fertilizues natural. Kjo është shumë e mirë. Kjo është shumë e mirë. Po më intereson Delvin që sa kohë bo prej iniciatives? Kjo është rresh që 2 muaj është Po tash mrena qësaj periudhës kohore, a ka pas kujdes edhe realisht do të ketë kujdes prej triturve, që fëmijët me po, a është gjendja qysh është bo? Gjendja është shumë e mirë, o të shku shumë mirë, janë të i trajtu, jashtëzakonisht mirë. Si ka prish dikush, po më intereson. Jo, janë brenda institucionit, edhe është në borën e tyne, edhe është të trajtu shumë mirë. Destinacion planet për të ardhmen, domethënë, a keni për qëllim me zhvillu këtë iniciative dhe në kopshte tjera, dhe në qytete tjera? Apo tjetë këtë frymëzim dhe tjerë le të mësojnë ta bëjnë vetë? Jo, mendoj që ideja dhe pse jam këtu dhe jemi të shpërnda këtë energji dhe qasje,
Ideja është me shpërndosë më shumë, me rritë sa më shumë, po mendoj që edhe nëse edhe vetëm ty i frymëzuar si mëdhas, po nuk mendoj më në veç me frymëzim se duhet me shty përpara si nisëm, po jemi në kontakt me disa organizata të cilat janë natyrdarse dhe janë të bërë në Kosovë. Domethënë, po më duket që jemi si shembull në Kosovë, s'dia ka diku tjetër? Nuk e di për me thonë se nuk e kom hulumtu krejt, po është e rej, si qasi është e rej. Po realisht uroj që çdo shkollë dhe çdo kopsht të ketë kopshtin e vet të frutave dhe perimeve. Shumë pas na qef që ndoshta edhe shkollat e tjera të komunave të tjera me ardh edhe me pa se çka ka ndodhur, që me praktikuar edhe ato mandej, që më hap sa më tepër në barë Kosovën, më kon kjo lloj metode, sepse me të vërtetë shumë e mirë. Mund mendoj që është momenti i duhur sepse nuk e kemi mirë gjendjen, sidomos me ndikimin e teknologjisë, është problem global, që na prek edhe neve, po kjo është një mënyrë shumë e mirë që me pas ndikim pozitiv në krejt të dome që janë të na shkaktu qëndrimi i lartë i fëmijëve në teknologji. Pak me kriju i farë balanci. Patjetër, natyra na bën njerëz më të mirë, natyra na bën më të relaksuar. Sigurisht. Më ekuilibruar. Anita Arba, po thot përshëndetje për juve në studio, Delvina Drazeka Ajdori, je mrekullueshme, je shembull në familje dhe shoqëri. Faleminderit. Përpiqem secili kemi obligim. Secili. Delvin, po duhet dhe diçka për fund, sepse emisionit vesh i erdh fundi. Shumë shpejt, ç'u shkon. Po më intereson çfarë mesazhi dëshironi me jap prindërve për edhe edukatorëve, jo vetëm prindërve, edukatorëve, mësuesve, pse jo, sepse tash nashta edhe nuk e pranojnë dikush që është shumë vjet në arsim, po këshilla kur do të mirë është e mirë. Po çfarë këshille kishe me ju jap Delvin për rëndësinë e lidhjes që folëm deri tash, fëmijëve me natyrën, se nuk mjafton vetëm një vend, vetëm një shkollë, po kena qef më jap një mesazh më të madh që ata me përçu edhe në shkollat e tjera, ndoshta edhe në gjenerata, pse jo, edhe pak më të mëdha, sepse nuk e kanë kalu si fazë të mëhershme. Po më intereson një super mesazh diçka. Po unë krejt çka shpresoj është që domethënë për prindër dhe për mësimdhënës. Për mësimdhënës, po. Fillimisht i përshëndes krejt mësimdhënës, se me të vërtet Kosova ka mësimdhënës shumë të mirë. Ajo shka unë bëjë është veç me i ndihmu në qasjet edhe me sjell një frymë të re, i gjej shumë bashkëpunues, kisha dashur që fillimisht mësimdhënës me kultivu dashurinë për natyrën vetë personalisht, kjo na ndihmon shumë, unë vazhdoj me e bërë rregullisht për vete. Po. Duhet që me e kuptu një gjë që fëmijët nuk kanë nevojë me dalë jashtë vetëm për me lujt. Duhet me konsideru më serioze. Jo veç në orën e edukatës fizike. Jo. Fëmijët duhen me qenë natyrë jashtë, duke ndërvepruar me natyrën, edhe duhen me mësu nëpërmjet eksperiencave të drejtë për drejta. Fëmijët në këtë formë jo që bëhen një me botën, po bëhen pjesë e botës, edhe bëhen qytetarë më të mirë, edhe gjithçka shkon më mirë nëse na jemi të integruar në punën me natyrën. Nëse na dojmë rujt natyrën, krejt fillon qysh në femirinë e hershme. Për shembull, secila shkollë në komunën e Gjakovës e ka një oborr. Sa do kofti madha jo bërë, po e ka. Pse mos mi marrë një iniciativë që secila shkollë mi ndani kand edhe me mjell aty për nxënësave disa fruta, disa perime, edhe me shku çdo ditë mi vizitu çka ka ndodhur me to. Edhe një po. A janë zhvillu, a duhet me ju it, sa herë duhet me ju it. Po edhe nëse shohin këto si shumë sfiduese, se unë jam në për terren dhe ka hapësira me të vërtet ku kanë të pamundur, po kam një ide edhe për ata ku nuk e kanë asnjë sopë bër, mjafton me pas të këndet e gjelbërta me bimë të cilat veç janë bimë të gjelbërta dhe rriten e zhvillohen. Për shembull, unë para se me pas shtëpinë kum pas një banesë. Po. Edhe prej jashtëmit u doksin një oazë gjelbër, sa aty ka pas McDonald's, Burzëllok. Mban lutje vetëm thon ka qenë një kopsht i vogël. Në çdo mjedes muj mi bëni kanë të gjelbër. Do nëse së bëjmë veç janë justifikime. E shkollat janë mjedeset ku na duhet mi afro fëmijët me natyrën, nëse sot u ndodh qysh në familje, na kemi për obligim me. Kështu që ju bëjmë thirrje, ju bëjmë apel të gjitha shkollave. Nëse pritoni, kena marrë na kena
miell ato, kanë miell fëmijët, vullnetarisht, veç ndanin një copë vend që fëmijët çdo ditë kur dalin në shkollë mi pas edhe një dëshirë me këqyr si ka evolu kopshti i asaj shkollës. Edhe më janë gjitë edhe emrin, pse më emërtu. Kopshti Trëndafili, kopshti Dredza, kopshti Manafera, e kështu të mëradh. Rozmarina. Delvin, falenderoj shumë për kohën edhe për iniciativën që ke marrë. Uroj që të ndjeket ky shembull edhe në të gjitha shkollat, jo vetëm të komunës Gjakovës, po të mbar Kosovës. Faleminderit shumë, këta po shpresoj edhe unë, që dashurinë për natyrën na shpërndas sa më shumë, na bën njerëz më të mirë. Faleminderit Delvina dhe suksese. Faleminderit shumë.